Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do të flasim për infeksionet urinare, cilat prekin ato dhe simptomat e tyre dhe si të mbrojemi. Infeksionet urinare prekin traktin urinar, më shpesh vezikën e urinës dhe ureterët dhe veshkat nëse ne lëm që ky infeksion të përshpejtohet. Atëherë, kush janë shkaktarët kryesorë të infeksioneve bakteriale? 1. Infeksionet bakteriale më të shpeshta janë Escherichia coli, që prek rreth 75-85% të popullatës. Vjen bakteri nga zora e trash, depërton në hyrje të pjesës fundore të traktit urinar dhe mandej depërton në brendësi të sistemit urinar. Më të rrezikuara në këto raste janë femrat, pasi pjesën e uretrës e kanë shumë të shkurtër, sidomos femrat gjatë shtatzanisë. Klebsiella, Proteus mirabilis, një bakter i cili alkalizon urinën, Enterococcus facialis, Staphylococcus saprophytus, më të shpesh tek gratë e reja. 4. Infeksionet nga kërpudhat e ndryshme ose nga myku i bardh, Candida albicans. Infeksionet të tjera në sistemin urinar shfaqen tek diabetikët, shfaqet pas përdorimit të gjatë të antibiotikëve të ndryshëm, personat që vendosin kateter për shkarkimin urinar, femrat me rezistencë të ulur trupore, që sëmuren shpesh që infektohen lehtë, dhe infeksionet virale, edhe këto më rrallë, por ndikojnë në përshpejtimin ose në përkeqësimin e situatës gjatë urinimit. Tek infeksionet virale, më të shpeshta janë adenoviruset, prek më shumë fëmijët ose të rriturit me rezistencë të ulur trupore. Kush janë faktorët që nxisin infeksionin? Higjiena intime jo e përshtatshme, mbajtja e urinës për një kohë të gjatë, shplarja e gabuar pas defekimit. Pra, ka njerëz që shplajnë me i dorë para mbrapa dhe kjo krijon mundësinë që Escherichia coli nga sistemi i tretjes kalon lehtë në sistemin urinar. Shtatzania, menopauza, ulja e estrogjenit gjatë menopauzës e të tjera, pirja e pakët e ujit dhe dehidratimi i trupit. Si ndodh infeksioni? Le të themi, nga pirja e pakët e ujit, do të urinojë më pak dhe këto bakterie që hynë nga uretra ose nga anusi në uretër, ngjiten në mukozën e brendshme të uretrës, shumohen në urinë dhe mandej lëvizin nga uretra në drejtim të vezikës urinare ose të veshkave nëse nuk trajtohen. Cilat janë simptomat kryesore në rrugët e poshtme të sistemit urinar? Pra, uretër, vezik urinare, dhimbje ose ndjesi djegjeje gjatë urinimit, urinimi shpesht dhe i dhimbshëm, sidomos në pjesën fundore të barkut, vështirësi në zbrazjen e vezikës urinare ose dizuria, vështirësia si thua si një urinim me pika, si me pengesa e kështu me radhë, nevojë shpesht për të urinuar, por në sasi të vogla, urinime të shpeshta. Pra, nëse vezika urinare nuk e zbraz deri në fund, sigurisht që do të kemi urinime të shpeshta, ose urinime të shpeshta gjatë natës, ose nokturia, zbrazje e dhimbshme ose e pavullnetshme e vezikës urinare, urinim pika-pika, stranguria, rrallë prania e gjakut në urinë ose hematuria. Simptomat në rastin, pra këto ishin sidomos pjesa e poshtme, por nëse ngjiten ato në ureterët dhe në veshka, simptomat si thua vinë me agravim të situatës trupore, ku vazhdon një rritje e temperaturës, pra një temperaturë e lartë, ethe, dobësi e përgjithshme e trupit, të vjella ose konstipacione, dhimbje mesi në pjesën e mbrapme, drejt me veshkat, përgjithsisht ose në të dy veshkat ose e njëanshme, dhe mund që të kemi edhe dhimbje shpine. Nevojë e shpesht për të urinuar, por që nxjerr urinë të pakët, pra kemi një polak i urinim me vështirësi dhe nga pak. Për shpejtim i ritmit të zemrës, pra kemi një takikardi
si thuash, e vën re kjo më shumë takikardia gjatë natës. Këto janë disa nga shenjat më të shpeshta që kapin kur infeksioni urinar ka ikur nga vezika urinare dhe ato bakteriet po tentojnë që të shkojnë në drejtim të veshkës. Përveç këtyre simptomave, fëmijët shfaqin të vjella, mungesë të dëshirës për të pirë ujë, kanë një plogështi, kanë një lëkurë të zbehtë dhe të thatë, ndijnë një dhimbje barku dhe mund të kenë edhe urinim të pavullnetshëm dhe urinim me djegje. Cilat do të ishin ekzaminimet kryesore nëse njeriu ose individi i vren, le të themi, 70% të këtyre simptomave që unë përmenda më sipër. Do të ishte e mira që të përgatisim veten për të bërë një analizë urine. Pra, marrim një gotë kimike, urinojmë dhe urina duhet vejë së paku brenda orës pranë një laboratori ku të bëhet ekzaminimi mikroskopik i urinës dhe nëse kemi mundësi financiare edhe një urokulturë. Mandej mund të kalojmë tek një ekoabdominale për të parë nëse muret me të vërtet të sistemit urinar janë të holla, fine apo kanë filluar që të trashen nga inflamacioni.